Edhe së fundmi çështja e vërshimeve ishte temë po ashtu edhe në nivelin e drejtësisë, nëse institucionet janë marrë mjaftueshëm për të ngritur çështjet që kanë të bëjnë me degradim të mjedisit. Peja kësaj radhe fatmirësisht nuk u përfshi nga vërshimet, por megjithatë a jeni duke u marrë me rastet të degradimit ose dëmtimit të lumenjve në këtë rast, duke marrë parasysh resurset natyrore që i ka peja gjithashtu dhe rajoni? Prokuria Themelore në Pej mbulon një zonë të konsiderueshme të parkut kombëtar. Në këtë aspekt kemi pasur rreth 400 akta akuza që nga viti 2019, të cilat kanë ndodhur në parkun kombëtar. Vetëm në vitin 2025 kemi ngritur 20 akta akuza ndaj 26 personave për vepra penale të degradimit të mjedisit. Dhe duke parë këtë trend, dhe duke patur se gjithë kjo pasuri natyrore duhet trashëguar ndër gjenerata dhe duhet ruajtur, është prioriteti kryesor, ndër prioritetet kryesore të Prokurisë Themelore të Pejës për vitin 2026, për këtë çështje, bashkë me organizatat jo qeveritare, kryeprokuroria ka dalë në vend ngjarjes, ka shikuar terrenin, dhe njëkohësisht kemi parë të arsyeshme se këtë vit, se shumë qytetarë kemi pasur që kryen vepra penale pa ditur që janë duke kryer vepra penale, kemi parë të arsyeshme që të mbajmë fillimisht fushata sensibilizuese, bashkë me organizata jo qeveritare, dalim në terren, koordinohemi mirë me policinë e Kosovës dhe më pas marrim veprime ndaj gjithë atyre të cilët e degradojnë mjedisin, shkatrojnë mjedisin, kryjnë vepra penale në zonat e caktuara, dhe posaçërisht në zonën e parkut kombëtar dhe afër lumeve ku ndodh edhe degradimi më i madh. Dhe pastaj a keni dhëna që shkojnë procedurat, a keni fituar rastet, a janë me prioritet të çështjen aspektin e procedurave gjyqësore pastaj? Vlen të potencohet se vetëm vitin paraprak, vitin 2025, nga gjitha akta akuza që janë deponuar, kemi marrë 90% të rasteve me aktgjykim dënues. Kjo tregon më së miri për punën e prokurorit të shtetit, përkatësisht prokurorit të Prokurisë Themelore në Pejë, se sa me prioritet dhe sa mirë i hetojnë rastet dhe sa mirë i argumentojnë ato raste dhe si përfaqësojnë ato raste në gjykat, gjë që tregon që numri prej 90% i aktgjykimeve dënuese tregon që edhe puna e prokurorit të shtetit është duke kryer si duhet. Po kthehem tash te tema me cilën e nisëm, çështja e vrasjeve, këtë muaj